edhe thamë se në këtë ditë të bekuar do të flasim inshallah taala për 3 personat e parë me të cilët do të ndizet zjarri i xhehenamit. Pra sot shkurtimisht do të flasim për 3 personat e parë, apo 3 njerëzit e parë, apo 3 grupet e parë, sa të nuk janë veç ka një person. Po e thënë simbolikisht që shkarë dhe në hadith është përmendur me thonë që zjarri i xhehenamit do të ndizet me 3 persona, apo 3 personat e parë që do të gjykohen tek Allahu në ditën e gjykimit, e pastaj do të hudhen në zjarr, janë këta 3 persona të cilët do t'i përmendim. Para se t'i përmendim çka është për qëllim këtu, këtu është për qëllim për njerëzit të mëdhej, njerëzi autoritativ, njerëzi me famë, po që në punët e tyre kanë pas qëllim edhe diçka tjetër, jo veç Allahu. I kanë shoqërua Allahut, i kanë bërë një lloj shirku, një lloj sifatësie kanë bërë në punët e tyre. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë inna awwal an-nas yuqda yawm al-qiyama alayhi rajulun istishhid. Thot njeriu i parë i cili do të gjykohet në ditën e gjykimit është shahidi, ai i cili ka ra shahid. E sillen me laçet këtë njeri, në këtë grup ka shumë të këtill, edhe e paraqesin para Zotit, edhe Zoti e pyetët o robim, ata kom dhon shëndetin, po, ata kom dhon fuqin, po, ata kom dhon trimnin, po. Qa ke bëthë ti me këto që ta kom dhon dhene? Thot, o Zot, unë e thot, këtë forcë, këtë fuqi, këtë autoritet, këtë trimri, thot e kom shfrytzu në rrugën tane, deri sa kam ra shahid. I thuhet ke dhept, po rran. Sepse ti trimnin e forcën e fuqinë e autoritetin krejt që i ke pas, i ke shfrytzuar, ke luftuar jo për hatër të Zotit, po çka? Për me thonë ty njerëzit trim. Për me thonë ty njerëzit trim. Për me të lavdruar njerëzit, për me të përmend njerëzit. Për me thonë njerëzit emra të ndryshëm, sikur të na shembull emri patriot. Pra ai që lufton edhe vdes në rrugë të Zotit, ka emërtime të shumta. Pastaj, mas i demantohet ajo që ka thonë, Allahu i urdhon me laçet, edhe i thot merreni, edhe e marrin me laçet, edhe ngrehin zhagës me fytyrë, domethënë për toke, edhe e hudhin në zjarr xhehenamit, edhe kur hudhet trupi i këtij edhe të tillëve që kanë bë kështu, do thotë s'kan punu me sinqeritet, kanë sakrifiku trupin, jetën e tyre, ndoshta edhe pasurinë e tyre për hatër të njerëzve, jo për hatër të Zotit. Atëherë çka hudhen në zjarr të xhehenamit, edhe fillon shkëndijat e para të zjarrit të xhehenamit, me undez zjarrit të xhehenamit. Pastaj grupi i dytë apo njeriu i dytë që sillet tek Zoti, edhe Allahu e gjykon, është dietari islam. Është dietari, është ai që ka lexuar bukur, ai që ka lexuar mirë Kur'an. Edhe kur e sillen tek Zoti, Zoti i thot, o filan, atë kum dhon dijen. Po, ata kum dhon ilmin, po, ata kum dhon zanin e mirë, po, a ke lexuar Kur'an, ta kum mundsu me lexuar mirë Kur'anin, po. Thot, çka ke boti me këto? Thot, o Zot, me këtë dije që më ke dhon, e me këtë Kur'an që ti ma ke dhon, unë i kom knaq njerëzit për hatrin tënë. Unë i kom knaq njerëzit për hatrin tënë. Pra çka? Kom punue ashtu që shke thonë ti. Allahu i madhruar i thot, ke dhept, i thuhet edhe këtina për rran. Sepse thot Allahu Gjellëshanuhu, ke marrë dije, ke qenë dietar, ke qenë lexuesi i njohur i Kur'anit, edhe këtë e ke bo, li yuqal annaka alim, për me thonë ty alim, dietar i madh. Për me thonë ty qari al-Kur'an, lexues i njohur i Kur'anit. Për çta e ke bo? Ti se ke bo për hatrin tëm, ju thot me laçeve merrni, e marrin me laçet, e ngrehin zhagës, me fytyrë për toke, e hudhin zjarr xhehenamit. Shkëndijat e para të zjarrit kanë filluar pra me ata që ka luftue
që ka luftue për me pa njerëzit, që ka luftu për me përmen njerëzit, me lavdru njerëzit. Kanë fillu shkëndijat e para të zjarrit xhenemit. Kur hidhet tash edhe ky personi i dytë fillon vesh me undez goxha mirë zjarrit xhenemit. Pastaj i treti, i cili do të hudhet në zjarrin e xhenemit, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, është një njeri, e këtu hyn një grup të njerëzve, i cili ka qenë i pasur. Edhe thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu ja ka dhënë krejt llojet e pasunisë, do me thonë tëna i ka pas në jetën e dynjas. Edhe ky ka dhënë shumë, ka shpenzuar ditën e natën, ka shpenzuar shumë. E sjellin para Zotit, edhe e pyet Zoti, thot, o filan, a ti kum dhënë të gjitha llojet e pasunisë? Thot, po Zoti, çka ke bë? Thot, kam shpenzuar në rrugën tënde ditën edhe natën. Kam shpenzuar në rrugën tënde ditën edhe natën. I thuhet ke dhëpt, por ke shpenzuar për me thonë ty dardhëns, ke shpenzuar për me thonë ty gjymer, bujar, ke shpenzuar për me ta dit njerëz, me ta përmen njerëz, me të lavdru njerëzit. Pastaj Allahu urdhon me laçet e marrin edhe këtë person e ngrehin zvarr, me fytyrë për toke, e hudhin zjarr xhenemit, dhe pastaj fillon ndezja e furishme e zjarrit të xhenemit. Pse këta njerëz me u hudh kështu në zjarr xhenemit, kur këta të tret kanë bërë punë të mëdha, se asnjë prej këtyre nuk është e lehtë, sepse nuk kanë pas ikhlas, nuk kanë pas sinqeritet në punët e tyre. Nuk kanë pas ikhlas, nuk kanë pas sinqeritet në punët e tyre. Pra mungesa e sinqeritetit, çka e humb njeriu në rrugën e Zotit në ditën e gjykimit. Allahu na ruajt prej syfaqësisë. Allahu na ruajt prej mendjemadhësisë, prej mburrjes apo prej lavdatave. Sepse vllazën shejtani mallkuar çefin më të madh e ka kur njeriu bën shumë punë të mëdha edhe pastaj në fund shkon ja shkatërron krejt. Edhe e keni pa, do të thotë në popullin tonë, është në Evropë nuk është interesant, na kur jemi në raport me evropian, çka është keq për Evropën, s'ka i marrë. Çka është mirë për evropian dhe nuk e marrëm, interesant. A përkundrazi, sipas parimeve fetare, urtësia, punët e mira, çdo sen i mirë, duhet me marrë ku do që ta gjejmë edhe prej kujt do të qoftë. Të mirën do të me marrë prej kujt do të qoftë. E keni pa evropian të shembull, kur e kryejnë ndonjë punë apo ta dione, një pjesë e tyre nuk thotë e bën anë, po nëse e ka bëu veç vetën, po e zon, gjithmonë thotë ne e kemi bë, ose ju e keni bë, ose shteti e ka bë. Edhe për ata, ju e dini, ka shumë prej tyre, s'po them krejt, po shumë prej tyre që parsuri qindra milionëshe, ja lanë shamë shtetit, ose bën të madhe që mbyll dosje, vdes edhe shkon, edhe se din kërkush përveç aty në 2-3 vete që kanë shkruar. Disa të tjerë ja lanë kishës. Te ne shejtani mallkuar, do të thonë, e lën njërin më fal. E pengon ka pak, s'po mundet me nal, e lën. Dikur tash i thot falmor edhe namazë vullnetar ai mytet të fal. Dikur thot që fal edhe namaz natë, çohet falet. Me thonë mytet të fal, s'po them, po kushtimisht po them domon falet shumë. Po tani kur del me mëngjes me njerëz se ndrek ose në kindi ose në akşam, tani ja nis me kallëzue. Sa recate po i fal, po shkoj çika herët në xhami, po i fali çika recate. Po bëj këto, po lexoj çika flet Kur'an. E po bëj ato, e ku ta diu në sene, edhe tani çka bojnë? Para mendo, mas pari shkojnë i kallëzojnë hoxhës. Bash hoxhës nuk do të më kallëzuar. Pse? Se hoxha i menon xhamati kështu të mirë. Edhe a pe shef çdo hoxh 99% xhamatit i konsideron të mirë, pse se s'ka pas punë me ta, edhe lema për shtypjen e mirë çështo. Se në momentin e parë që pe sprovojmë xhamatin, 99% nuk dalin në safit parë. Veç epja u mundësit me ta. Veç pi kafe, çaj, rrepar, bën hajgare, i shef do me thonë shkallën e inteligjencës, i shef nivelin çfarë e kanë. Mytet u fal, po them, ama nuk e shkosh pe goje gibetin. Për gojimin, edhe e helmon, ajo është i helmuar, se mas shumë që përgojohet. Edhe këtu e kam një shpresë se Allah ka më na falë neve hoxhallarëve, mas shumë të hoxhallarët i kanë qef. Sepse ata që janë pozicionuar taborin e shejtanit, shejtani pikën e fortë e ka me shumë hoxhallarët me ja hiq. Kur të hiq hoxhallarët anë për fe fol kush ka dën, bëhet llu krejt. Në arsim, qëllimi kryesor është me i hiq arsimtar profesorat e Zot. Kur të merr ditarin gjithkush,
ja hub do me thonë perspektivën ardhmerin. Kujt? Popullit, se populli ka me marrë arsimimin pe profesorave. Për ata duhet me pas kujdes të nderuar vëllezër, me qenë të kujdesshëm, sepse ka mundësi njeriu me bo punë të mëdha, pastaj dal nga dal, sikur një kodër e madhe, ajo shumë vështirë është me ndërtue, po për me shkatrua është ma letën. E dikush me veprat e tij, sa i ka ndërtu, do me thonë, punët e mira, i ka bot mëdha, pastaj përgojo ato, bën thashë thome për këto, shpif për ato, rrej për ato, menokesh për ato, bëne ato, edhe në fund del tek Allahu i falimentuar. Edhe çka del dhe me thonë, sikur ai që s'ka punu as një punë të mirë. Edhe ka mo çudit me veten, edhe thotë o Zot, po e kum bo namazin, e kum bo agjerimin, e kum bo haxhin, e kum dhon sadakan, e kum dhon zakatin, po i thuhet i ke bo, po i ke bo me ta ditë njerëzit, me të përmend njerëzit. E këtu keni kujdes, vllazni. Këtu keni kujdes, sepse është e dhimbshme me të shku jeta. Në ibadet e më ja kushtu ibadetin dikujt tjetër. E mos i përmendni veprat e mira, qysh s'po i përmendni veprat e këqija. Ka edhe për njerëz që i përmendin veprat e këqija, se ka edhe domethënë që s'janë të kthjellët në tru. E din kallzon çka ka bë përpara, thotë që po më intereson mua. Çka ke bë për veti? Ose dyqysh dën një far plusi mi aqit aty se është dikushi, si e kërkushi që absolutisht. Me harame nuk mburrësh, me harame si e dikushi, po je kërkushi. Andaj shumica që të meqen i mshefin haramet, punë të këqija, qishtu mshefi, bile me thonë të kush, ti mëre kum një që kënë që ndërtu një gjami, thuj, ja, mëre kum e ditë që ma kanë gjitë muë, ti mëre ishe po se bep për një 100.000 korona me shumëzu me shpërndaj, ja, mëre vesh nështë të më pas kanë gjitë dikush që më dënë. Po ti ishe po se bep këta, sa që njerëzit të thoi një mërë kësi pas ka bo, edhe ti req ashtu. Ti kishe pas shpërndaj një 1.000 korona, ti janë 1.000, po 10.000 kun shpërndaj. Me njëherë kishe po kalëzaj, po mos kalëzaj se hupen krejt shkun atë. Lej që ata mërë vla që jenë konë. Andaj, këto janë 3 grupet që me to në dizet zjarri gjehnemit runa zët, sepse ka mundësi që ndë njeri pejnesh të jetë në njënën për i këtyne.